Thot Allahu Jalla wa Ala në librin e tij Fisnik, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Muajt të cilët i ka caktuar Allahu Jalla wa Ala, më thënë në viti sillet rreth apo përbëhet prej 12 muajve. Allahu Jalla wa Ala ka dalluar nëse njeriu i analizon këta muaj, e sheh se Allahu i lartësuar kohë pas kohe ka vendosur sezona të adhurimit në të cilat njeriu afrohet Allahu Jalla wa Ala. Padyshim se muaji i Ramazanit është sezona më e rëndësishme apo oferta më e madhe që Allahu Jalla wa Ala ua bën besimtarëve, në cilën ata pastrohen prej mëkateve edhe ngriten gradat e tyre tek Allahu Jalla Jalaluhu. Allahu i lartësuar kur e krijoi njeriun, e krijoi të atill që njeriu është gabimtar. Edhe më i dashuri te Allahu dhe më i miri prej njerëzve është ai i cili kthehet te Allahu me pendim. Pa marrë parasysh se sa është aktiv në adhurime, sa është aktiv në ibadete, prap se prap njeriu mund të mëkatoj. Mirë po Allahu, vazhdimisht edhe në sezonat e adhurimeve, ka caktuar vepra përmes të cilave njeriu filtrohet, themi kështu, dhe pastrohet prej ndonjë gjunohje apo ndonjë gabimi eventual. Prej gjërave që Allahu i ka caktuar në fund të muajit të Ramazanit është edhe sadaqatul fitri apo sadakeja e fitrit. Sadaka e cila lidhet ngushtë me muajin e Ramazanit. Sadaqatul fitri nuk është një sadak e thjesht dhe e rëndom si çdo sadak tjetër. Mirë po, pesha e saj është tejet e madhe, për faktin se Allahu Jalla Jalaluhu këtë vepër e ka lidhur ngushtë me një muaj teje të rëndësishëm, pra me muajin e Ramazanit, gjithsesi me përfundimin e këtij muaji. Në esencë sadakaja duhet të jepet fshehurazi, edhe këtë Allahu Jalla wa Ala e don. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend 7 lloje njerëzish, të cilët do të jenë në hijen e Arshit, në hijen e Allahu Jalla wa Ala ditën e gjykimit, ndërta përmend thot sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 lloje njerëzish do të jenë në hijen e Allahut atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së tij. Prej tyre përmend wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Edhe një njeri i cili ndihmon, jep sadaka edhe e fsheh atë derisa dora e majt nuk e din se çka ka dhënë e djatha. Dhe me thonë e fsheh sadakan sa që nuk e din dora e majt se çka ka dhënë e djatha. Pra, kjo është esenca tek sadakaja, tek ndihmat e rëndomta. Duhet të jetë fshehurazi. Nëse themi, apo nëse shtrohet pyetja se a ekziston ndonjë sadaka e cila preferohet të jepet haptas, përgjigjja kishte me qenë po, se sadaqatul fitri pëlqehet ndonjëherë të jepet haptas, për faktin se sadaqatul fitri është simbol prej simboleve të Islamit. Kështu e kanë konsideru khalifët e drejtë Omeri radiallahu ta'ala anhu në formën organizative, kur i ka dërgu për ta tubuar sadaqatul fitrin, e ka konsideruar një gjë të tillë prej simboleve të Islamit. Thot Allahu në Kur'an: "Wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." E kush i madhëron simbolet e Allahut Jalla Jalaluhu,
Kjo është dëshmi e devocionit dhe takvallahut të tij që ka në zemër.